Për të kaluar për tek iftari. Okej. Atëherë iftari është mirë që ta nisim me një gotë e para njëherë mos shkoni kurrë të vraponi tek fytyra e ushqimit, kam gjithë ditën pa ngrënë do konsumoj shumë. Ky është gabimi që bën shumica. Madje fatkesisht mendoj që kjo është gabim se shoh shumë të rinj që janë dhe në punë, po direkt si një pizë dhe e ekzekutojnë atë për 2 minuta. Po, ndërkohë që kanë marrë o zoti i madh 3000 kalori. Sa për 6 dreka dhe darka. Praktikisht nuk duhet vrapojmë asnjëherë tek ushqimi, jo vetëm për arsyeën e kalorive, por për faktin që ti do flesh pastaj. Nuk ke ndonjë aktivitet tjetër, do depozitohet në formën e masës zjamore në organizëm edhe do dalësh me shtyp pesha nga Ramazani. Prandaj shumica shtojnë konsumojnë 2 hurma bie dhe gota e ngrohtë me ujë, që unë thash. Kjo për arsyeën e vetme që përgatit mukozën e stomakut dhe zorën për të bërgati për të mirëpritur ushqimin, më pas kalojmë tek një supë. Por supa duhet të jetë proteinike dhe unë do rekomandoja si një zgjidhje më të mirë supën me thjerza. Supë me thjerza të kuqe, specë të kuq, është perfekte, ka një sasi shumë të mirë të hekurit, na hidraton, domethënë sasia një filxhan çaji është më se normale. Duhet të kemi dhe pak bukë, por nëse do zgjedhim bukën, duhet marrim një bukë, jo bukë të bardhë asnjëherë, por mund të jetë bukë thekra ose bukë integrale. Gjithmonë sasia që duhet të konsumojmë duhet të jetë sa shputa e dorës.